Ishte një ndjenje, një kënaqësi, sepse si trener është hera parë që punoj me kategorinë e femrave të Superligës, ku përgëzoj kryetarin e gjithë stafin tonë, në krye edhe me Violën, kapitenin, e cila shumë na kanë ndihmuar në këtë aspekt, që dhe tjetër gëzuar do të shpallëm kampion dhe sigurisht se do të mundohemi të tash të konsolidohemi dhe për garat evropiane ta shohim se ç'është më së miri. Shumë e mirë mu shpall kampion xhirën e fundit, edhe pse me shumë mund dhe sakrificë, po qikat e treguan që kanë karakter edhe luftun deri në fund, edhe besoj që u kon më së merituar kupa për neve sot.